Fituesja e Big Brother Albania 5, Selin Bollati, jo vetëm që rëmbeu çmimin e madh, por edhe zemrat e publikut me historinë e saj brenda shtëpisë. Që në ditët e para të qëndrimit të saj, ajo u njoh me DJ Gimbon, një njohje që sipas vetë Selinës kishte një ndjesi të veçantë që në shikim të parë. Ajo është shprehur se menjëherë e kishte kuptuar që mes tyre do të lindte diçka më shumë se një miqësi e thjeshtë. Dhe ashtu ndodhi. Në ditët në vijim, afrimiteti mes tyre u bë gjithnjë e më i dukshëm, duke u kthyer në një nga lidhjet më të komentuara brenda shtëpisë. Kimia, momentet romantike dhe sinqeriteti i tyre i bën fansat të besojnë te kjo histori që po lindte para syve të publikut. Pas daljes nga shtëpia, Selina dhe Gimbo vazhduan të jenë aktiv në rrjetet sociale, duke ndarë her pas here momente së bashku. Megjithatë, një postim i fundit nga DJ Gimbo bëri më shumë bujë se të gjithë të tjerët. Ai publikoi një foto ku shfaqet krahas Selinës dhe nënës së tij, duke e shoqëruar me mbishkrimin Family. Ky detaj nuk kaloi pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët e pritën me shumë entuziazëm dhe interpretuan si një hap serioz në marrëdhënien e tyre. Komentet dhe reagimet pozitive kanë vërshuar në rrjet, me shumë fansa që tashmë pyesin: apo shkon kjo histori drejt një fundi të lumtur? A mund të jetë kjo një shenjë se një dasmë është në horizont për Selinën dhe Gimbon? Koha do ta tregojë, por një gjë është e sigurt: historia e tyre vazhdon të mbajë publikun të lidhur pas çdo zhvillimi.